Në Udenisht, peshkatarët e Pogradecit bashkëbiseduan me kryetarin dhe përfaqësues të tjerë të shoqatës së menaxhimit të peshkimit lidhur me një keq informim, i cili ndalonte gjuetinë e Koranit dhe belushkës në liçenin e Ohrit, pjesa shqiptare. Në takim u theksua se momentalisht ndalohet vetëm gjuetja e klenit dhe rrjetave për specien e tij, sipas distancave të përcaktuar për peshkim larg bregut të liçenit. Gjuetja e klenit ndalohet për shkak të periudhës së shumimit. Gjithashtu ura dakord të mos përdoren rrjetat lundruese në peshkim, por të përdoren rrjetat me bidona. Peshkatarët një zëri janë dakord me këto rregulla, ndërkohë që ata do të vijojnë gjuetinë e tyre të specieve të tjera në liçenin e Ohrit. U zgjidh çdo gjë, u zgjidh fal kryetarit të shoqatës që na sqaroi të tërëve që do punojmë siç kemi punuar çdo vit. Kohën e ndalimit do ta pezullojmë se është të mirën tonë, nuk është në të mirën e tjetër kujt. Neve na shërben ajo peshk. Ta zëmë, të punojmë, të mbajmë familje. Peshkatarët ram dakord të gjithë që do punojmë siç kemi punuar. Ky ka qenë një keq kuptim. Ndoshta me gojë dhëna, me gojë thëna nëpër lokale që bëhen, sepse nuk ka asnjë lloj shqetësimi dhe asnjë lloj ngatërrese me ligjin, me urdhën që ka dhënë, me gjuetinë, me mënyrën, me tërë në bazë të çdo shkresë dhe urdhë që ka ardhur të përvishmi është dhe si vit. Dhe njoftimi është i njëjtë me njoftimet e viteve të mëparshme. Duhet të sqaroj se asnjë lloj pengese nuk kanë peshkatarë